Rikthehemi sërish në studio në bisedë. Flasim sot për Ermal Metën, artisti që trazoi Italinë. Shohim për një moment konferencën për shtyp, mënyrën se si ai ka reaguar ndaj komenteve dhe asaj që bëri jo më pak jehon se sa prezenca e tij, mesazhi i këngës së tij në Sanremo dhe batutat që pati me Salvinin, me ministrin. E shohim Ermal Metën së pari? Se l'Accademia della Crusca ha detto per il mio testo quello scritto da un immigrato, fatevi due domande. Sono straniero io, a parte la battuta. Vedi che non è embolo, non diciamo lì. Mos e toni se I bie të pikët. Është plot humor për gjigjet e tij. Dhe më pëlqen shumë Ermal Meta sepse ka krijuar një personalitet të vërtet artistik në Itali. Nuk është thjesht një emigrant ose ju huaj si sta. Është një artist që nuk e mban gojën mbyllur si shqiptar, nuk I intereson vetëm vetja e tij, por I pëlqen që nëpërmjet artit të tij të përfaqësojë një Shqipëri që ndoshta nuk është parë me atë syrin aq të mirë për vite me radhë, pavarësisht se tani gjërat kanë ndryshuar, dhe kështu që provokimi I tij ka qenë prapë pjesë e artit të tij të komunikimit, për të bërë atë zhurmën që ndoshta në një mënyrë tjetër nuk mund ta bënte, sepse ka gjuajtur direkt atje ku në majën më të lartë domethënë pas Melonit, që është zëvendës kryeministri I Italisë. Kështu që dhe ai ja ka kthyer, kështu që ka krijuar një lloj sage paralele që e ka ndihmuar shumë për të arritur ato qëllimet e tij për të festival, për të bërë siç thash kryefjala. Pra, ai ka thënë, di në mënyrë të përsosur italisht dhe kanë patur replika me njëri tjetrin. Shohim në këtë moment replikën që ka bërë pikërisht Salvini. Një deklaratë e ministrit italian të infrastrukturës dhe transporteve, Matteo Salvini, ka shkaktuar debat në Itali pasi ai ka përgëzuar Ermal Metën pas performancës së tij në festivalin e Sanremos. Salvini shkroi: "Komplimentet e mia për Ermal Metën dhe përdorimin e tij të përsosur të gjuhës italiane. Në Itali jetojnë dhe punojnë miliona gra dhe burra të lindur në një vend të huaj dhe të integruar në mënyrë të shkëlqyer në shoqërinë tonë. Për mua janë të çmuar dhe të mirëpritur. Unë I kam kundërshtuar gjithmonë emigrantët e paligjshëm dhe kriminalët dhe jam I sigurt se edhe Ermal Meta ndan këtë mendim timin. Një përqafim për popullin krenar shqiptar, rroft Sanremo, gjuha dhe muzika italiane." Deklarata është konsideruar nga shumë si një gaf, pasi Meta u zhvendos në Itali me familjen e tij kur ishte 13 vjeç dhe që prej asaj kohe ka ndërtuar jetën dhe karrierën e tij artistike në Itali. Vetë këngëtari ka folur shpesh për procesin e gjatë të integrimit dhe kërkimit të identitetit mes origjinës shqiptare dhe realitetit italian. Dhe pas këtij materiali, pyetja që kam për secilin prej jush është kjo. Mos ndoshta ishte duke bërë ironi që thot di në mënyrë të përsosur italisht për një emigrant, por që ka 30 vite që jeton në Itali. A ishte kjo ironi? Ironi, do të thënë ka një simbolik që ai do t'i thotë që ti tani e bërë një italian I vërtet. Nuk ka nevojë të bësh replika të tilla. Përsa I përket kësaj çështjeje. Artist shqiptar, po gjithsesi që po, më thënë unë këtë kuptoj, këtë lloj mesazhi ka dashur të thotë. Ti tani duhet flasësh si një italian I vërtet, sepse në fakt Ermal Meta përfaqëson muzikën italiane, apo jo? Ama e ka përmendur dhe faktin e emigrantëve, duke njohur Salvinin I cili ka qenë gjithmonë kundra emigrantëve të paligjshëm dhe debatet e tij janë të njohura dhe të bëra publike lidhur me këtë temë, kështu që më duket si një lloj paralelizmi I cili bën mes Ermal Metës si një emigrant, Ermal Metës kur I thotë që flet në mënyrë të përsosur italisht dhe në anën tjetër emigrantët e paligjshëm dhe kriminalët që në një situatë të tillë ishte e pavend si koment për mendimin tim. Si koment apo edhe thënë sipas tij si kompliment për të. Por nuk u përkthye si Nuk e ka me ty, e ka me ata që janë kriminal dhe Aq më tepër kur e përfshin dhe thotë që mendoj që dhe Ermali do kishte të njëjtin mendim me mua. Kështu duket si një formë ironie. Për mendimin tim, pavarësisht se Ermali merr pjesë në Sanremo, këndon italisht, muzika fundit është shqiptar dhe flet edhe shqip me mënyrën e tij. Besoj me pjesëmarrjen e tij. Po gjithsesi këto janë
gjëra tjera, sepse një... Është ironike nga ana e Salvinit? Si e ke parti? është një lloj, do të thënë, për mendimin tim, një artist nuk duhet të paragjykohet. Nga si lloj, sepse vjen nga... Një artist është artist, në moment që ai merr pjesë denjësisht në një festival, në një kompeticion, vlerësohet si artist, jo sepse flet gjuhën bukur, por sepse jep vlera muzike, jep atë identitetin e tij, jep muzikën e tij, dhe kjo është kryesore. Pjesa tjetër pastaj është tjetër gjë. Tekstshkruesi më i mirë nuk ishte një italian, dhe kjo të bën të mendosh, apo jo? Ishte shumë interesante kur kishin ftuar për shkak edhe Mogolin që ishte gati 90 vjeç, ai ka shkruar gjithë tekstet, gjithë këngët e Batistit patjetër, por edhe gjithë artistëve më të mirë italianë, edhe i ftuan anë tjerë që i bën respektin e nderin, edhe ishin unë i pash të që është Sanremo, ndryshe nga festivalet tjera, domethënë jep vlerë artistëve në çdo lloj dimensioni, dhe ishte një gjë për t'u heq kapelen, domethënë në çdo lloj sensi. Më pëlqeu shumë realizimi. Më bën përshtypje që e shes si diçka më tepër pozitive se sa si ironia apo një mënyrë për të evidentuar apo për të sjellë në vëmendje situatën dhe le të themi etiketimin apo fjalët e pavend që Salvini ka thënë hera herës për emigrantët e palishëm. Në këtë rast është edhe një lloj justifikimi, por është edhe një lloj rëndësie që ai jep këtij artisti, sepse në fundit përgjigjet e bën replikën. Nuk e lë replikën pa bërë. Kështu që në këtë pikë Ermal Meton thashë ka arritur qëllimit që me një këngë të shtrit tentakulat e tij në shumë aspekte të personalitetit dhe figurës së tij. Ironi ose jo, nuk ka shumë rëndësi për mendimin tim. Ne thjesht po e diskutojmë edhe në këtë këndvështrim që mund të jetë. E rëndësishme është edhe me ironi nga ana e tij. E rëndësishme është që ai i trazoi urat dhe që ja bëri si thua e luajti ping-pongun mediatik dhe publik, që është shumë e rëndësishme sepse i dha një rëndësi të caktuar dhe të posaçme para se të ishte finalja e Sanremos. E vërtet. Dhe pastaj pritshmëritë për finalen ishin shumë të larta për të. Ndoshta edhe kjo na bëri që të zhgënjeheshim disi për klasifikimin e tij, por është një këngë e bukur, është një këngë që do të mbahet mend, është një këngë që do të dëgjohet e do të këndohet, dhe unë do doja që ta risjellim edhe një herë këtë moment, por nga performanca e tij në Sanremo, jo me videoklip. Gjithmonë shumë e bukur. E këndshme. Faleminderit shumë, faleminderit për prezencën tuaj, e meritonte e gjithë vëmendjen kjo këngë. Të gjithë vëmendjen që mori. Po, Lambert. Mu të shfrytëzoj rastin një moment. Së fundmi kam realizuar një videoklip që është del për pak ditë fundjavë. Është një produksion i imi krimtari imi instrumentale, edhe për pak ditë delt. Po ne të presim ta promovosh, ashtu siç duhet, nuk ishte pse thoje kështu në fund edhe si shkarazi, po do të japim gjithë kohën dhe vëmendjen që meriton. Faleminderit shumë për fjalët tuaja. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën tjetër.